Mandati i Vjosa Osmanit si presidente e Kosovës përfundoi më 04/04/2026 dhe ulsën e të parës së shtetit përkohësisht e zuri kryeparlamentarja Albulena Haxhiu. Por edhe pas përfundimit të mandatit 5 vjeçar presidencial, Osmanit i njihen disa të drejta me ligjin për presidentin e Republikës së Kosovës, duke nisur nga thirrja presidente, e cila do të vazhdojë t'i vlejë. Në bazë të këtij ligji, ajo ka të drejtë në pension, shuma e të cilit është 70% e pagës, të cilën e ka marrë si kryetare shteti. Po ashtu Osmani dhe familja e saj, burri dhe fëmijët, kanë të drejtë në sigurim të plotë shëndetësor dhe shërbime mjekësore në spitalet ushtarake dhe publike gjatë tërë jetës. Presidenti i Republikës së Kosovës pas përfundimit të mandatit ka të drejtë në kompenzim monetar kalimtar për një periudhë 7 mujore të tranzicionit në jetën private. Fondet mund të përdoren për zyre, kompenzim të stafit, shërbime të telekomunikacionit, shtypje dhe shërbime postare të ndërlidhura me periudhën tranzitore, thuhet në ligj. Presidentja Osmani dhe familja e saj kanë të drejtë të kenë përcjellje zyrtare, pra mbrojtje të afërt për 3 vitet e ardhshme. Në këto kushte ish presidentes i lejohet të marrë pjesë në manifestime shtetërore sipas radhës protokolare në vend. Në rastin e Osmanit bashkë me burrin e saj, ligji u lejon që ta përdorin pasaportën diplomatike të Kosovës tërjetën, kurse fëmijët e tyre kanë të drejtë deri në moshën 18 vjeçare. Presidenti i Republikës së Kosovës ka të drejtë në shpenzimet materiale për aktivitetet e tij ose saj në rastet kur këto aktivitete ushtrohen në cilësinë e ish-presidentit. Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni sigurohen nga buxheti i përcaktuar për zyrën e presidentit të Kosovës, thuhet në ligj. Ligji e përcakton se në periudhën 5 vjeçare pas përfundimit të mandatit të presidentit, nuk mund të jenë më shumë se 3 persona në personel profesional të zyrës. Presidenti angazhohet nga qeveria e Kosovës në aktivitete shtetërore, atëherë periudha 5 vjeçare fillon nga përfundimi i angazhimit të presidentit, thuhet në ligj. Presidentja Osmani mbajti një adresim publik me rastin e përfundimit të mandatit të saj, duke falënderuar qytetarët për besimin dhe duke theksuar se shërbimi ndaj shtetit është nderi më i madh. Në fjalimin e saj drejtuar qytetarëve dhe mërgatës më 04/04/2026 të publikuar në Facebook, ajo deklaroi se gjatë 5 viteve në krye të shtetit është udhëhequr nga parime të qarta, mbrojtja e interesit shtetëror, forcimi i aleancave ndërkombëtare dhe ruajtja e integritetit institucional. Pasi kalua 24 orë që kur u përshëndet me zyrën e presidencës përmes një ceremonie, stafi i presidentes Osmani ndryshoi emrin në faqen zyrtare në Facebook nga Presidenca e Republikës së Kosovës në Zyra e Presidentes së 6 të Republikës së Kosovës. Gjatë mandatit, Osmani theksoi arritjet në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, përfshir avancimin e marrëdhënieve me partnerët strategjik, zgjerimin e njojeve, liberalizimin e vizave dhe hapa drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO.